Redaksia e lajmeve të televizionit Syri ka pranuar një ankesë nga një pjesë e stafit shëndetësor të QKMF-s në Gjakov. Në këtë ankesë, punonjësit kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me ndryshimin e orareve të punës, për të cilat ata pretendojnë se janë bërë në mënyrë të padrejtë, si dhe për disa pengesa që sipas tyre po hasen gjatë procesit të punës së përditshme, e që vijnë nga instanca më të larta se menaxhmenti i qendrës. Për të kuptuar se si qëndron situata edhe në anën institucionale lidhur me këtë çështje, Mediumi ka kontaktuar drejtorin e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov, Lulzim Goçi, i cili ka dhënë sqarimet e tij rreth pretendimeve të ngritura në ankesë. Çështja e organizimit në brendshëm të orareve është në domenin e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe Menaxhmentit të atë. Mirëpo duhet ditur se organizimi i orarit bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi, përkatësisht me ligjin për zyrtarët publik dhe rregullorin për vjeshmërinë e zyrtarëve në punë. Pas informatave të marra nga televizioni Syri, drejtori Goçi tha se të gjithë ata që mendojnë se u janë shkelur të drejtat e punës, kanë të drejtën t'ju drejtohen organeve përkatëse siç është komisioni i ankesave. Me të pranuar informacionin nga ju, më njerë kom kërkuar nga menaxhmenti i QKMF-s, data më kanë siguruar që nuk ka pasur ndonjë ndryshim rreth organizimit të orarit të punës. Pavarësisht këtij pretendimi na duhet bëjmë me dije gjithë secilin që pretendon, domethënë që ju kanë shkelur apo vlerëson që ju kanë shkelur të drejtat e punës, të cilat janë garantuar me legjislacionin në fuqi, kanë të drejtën e parashtrimit të ankesave të organeve të rregullta, siç është komisioni i ankesave. Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Lulzim Goçi, tregon se cilat do të jenë veprimet që do të merren. Ne do ta trajtojmë si probleme dhe me mekanizma të mbrojtshëm, do të shohim nëse qëndron si e qenë pretendimi i palës. Megjithatë duhet vlerësuar edhe një gjë tjetër, se secili do zyrtar, qoftë administrativ apo shëndetësor, nuk do të tolerohet që në çfarëdo forme të bëjë neglizhencë detyrave të punës. Organizimi i orarit punës do të bëhen sipas nevojave të drejtorisë dhe institucioneve të cilat janë një sipërparse të Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Drejtori përfund tha se çështja e organizimit të orareve të punës është një rotacion për të gjithë njësoj, pa dallim, pa diskriminim dhe pa dallime në çfarëdo përkatësie.